Data 13 mars, Eksodi, kapitulli 24. Pastaj Perëndia i tha Mojsiut: ngjitu te Zoti ti dhe Aroni, Nadabi dhe Abihu, si dhe 70 nga pleqtë e Izraelit, dhe adhuroni nga larg. Pastaj Mojsiu do t'i afrohet Zotit, por të tjerët nuk do t'i afrohen, as populli nuk ka për të ngjitur bashkë me të. Atëherë Mojsiu erdhi dhe i tregoi popullit tërë fjalët e Zotit dhe tërë ligjet. Dhe gjithë populli u përgjigj me një zë dhe tha: ne do të bëjmë tërë gjërat që Zoti ka thënë. Dhe Mojsiu i shkroi tërë fjalët e Zotit. Pastaj u ngrit herët në mëngjes dhe ngriti në këmbët e malit një altar dhe 12 shtylla për të 12 fiset e Izraelit. Pastaj dërgoi bijtë të rinj të Izraelit për të ofruar holokauste dhe për të flijuar dema të rinj si theror falënderimi ndaj Zotit. Dhe Mojsiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legen, dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e beslidhjes dhe ja lexoi popullit, i cili tha: ne do të bëjmë tërë ato që ka thënë Zoti dhe do t'i bindemi. Pastaj Mojsiu mori gjakun, spërkati popullin me të dhe tha: ja gjaku i beslidhjes që Zoti ka lidhur me ju sipas tërë këtyre fjalëve. Pastaj Mojsiu dhe Aroni, Nadabi dhe Abihu dhe 70 nga pleqtë e Izraelit u ngjitën dhe pan Perëndinë e Izraelit. Nën këmbët e tij ishte si një dysheme e punuar me safir, e qartë si qielli vet. Por ai nuk e shtriu dorën kundër krerëve të bijve të Izraelit. Dhe ata e pan Perëndinë dhe hëngrën dhe pinë. Pastaj Zoti tha Mojsiut: ngjitu tek unë në mal dhe qëndro aty, dhe unë do të jap disa pllaka për guri, ligjin dhe urdhërimet që kam shkruar me qëllim që ti t'ua mësosh atyre. Pas kësaj Mojsiu u ngrit bashkë me Jozueun, zbatuesin e tij, dhe Mojsiu u ngjit në malin e Perëndisë. Por pleqëve u tha: na prisni këtu, derisa të kthehemi tek ju. Ja Aroni dhe Huri janë me ju, kushdo që ka probleme, le t'u drejtohet atyre. Mojsiu pra u ngjit në mal dhe reja e mbuloi përsëri malin. Tani lavdia e Zotit mbeti në malin e Sinait dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Ditën e 7 Zoti thirri Mojsiun nga mesi i res. Dhe pamja e lavdisë së Zotit dukej në sytë e bijve të Izraelit si një zjarr që digjej në majën e malit. Kështu Mojsiu hyri në mes të res dhe u ngjit në mal. Dhe Mojsiu mbeti në mal 40 ditë dhe 40 net. Gjoni, kapitulli 3. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krej judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: mësues, ne e dim se ti je mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenja që bën ti në qoftë se Perëndia nuk është me të. Jezusi u përgjigj dhe i tha: në të vërtet po të them që nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi i tha: si mund të lindë një njeri kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës vet dhe të lindë? Jezusi u përgjigj: në të vërtet po të them se kush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, dhe çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen dhe ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që është lindur nga fryma. Nikodemi u përgjigj e i tha: si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha: ti je mësues në Izrael dhe nuk i ditë ke këto? Në të vërtet, unë të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, dhe ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Në qoftë se ju kam folur për gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse ju flas për gjëra qiellore? Dhe askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra Biri i njeriut që është në qiell. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti gjarprin në shkretë të tir, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut, që të gjithë që besojnë në të mos humbasin, për të kenë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e Birit të vetëm lindur të Perëndisë. Dhe gjyqi është ky:
Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen te drita që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita që veprat e tij të zbulohen se janë bërë në Perëndin. Pas këtyre, Jezusi erdhi me dishepujt e vet në tokën e Judes dhe qëndroi aty bashkë me ta dhe pagzoi. Por edhe Gjoni gjithashtu pagzonte në Enon, afër Salimit, sepse aty kishte shumë ujë dhe vinin dhe pagzoheshin, sepse Gjoni s'ishte hedhur ende në burg. Atëherë lindi një diskutim ndërmjet dishepujve të Gjonit dhe judejve rreth pastrimit, dhe erdhën te Gjoni dhe i thanë: Mësues, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin ti ke dëshmuar, ja, ai pagzon dhe të gjithë vinë tek ai. Gjoni u përgjigj dhe tha: Një njeri nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i është dhënë nga qielli. Ju vetë më jeni dëshmitar se thash, unë nuk jam Krishti, por jam dërguar përpara tij. Ai që e ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit që rri afër dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Prandaj ky gëzimi im është i plotësuar. Ai duhet të rritet, por unë të zvoglohem. Ai që vjen nga lart është përmbi të gjithë. Ai që vjen nga dheu është, dhe për dheun flet. Ai që vjen nga qielli është përmbi të gjithë. Dhe ai dëshmon për atë që ka parë dhe dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Ai që e pranoi dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë, sepse ai që Perëndia e ka dërguar flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia nuk e jep frymën me mas. Ati e do birin dhe të gjitha ja ka dhënë në dorë. Ai që beson në birin ka jetë të përjetshme, por ai që nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të. Jobi, kapitulli 42. Atëherë Jobi u përgjigj Zotit dhe tha: E pranoj që mund të bësh gjithçka, dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet. Kush është ai që pa pasur gjykim e arson mendjen tënde? Prandaj thash gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për mua që nuk i njihja. Dëgjon pra dhe unë do të flas. Unë do të të bëj pyetje dhe ti do të më përgjigjesh. Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh. Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe hirin. Mbas këtyre fjalëve që Zoti i drejtoi Jobit, Zoti i tha Elifazit nga Temani: Zemërimi im u ndez kundër teje dhe kundër dy miqve të tu, sepse nuk keni folur drejt për mua, ashtu si ka bërë shërbëtori im Job. Tani pra merrni me vete 7 dema dhe 7 desh. Shkoni te shërbëtori im Job dhe ofroni një holokaust për veten tuaj. Dhe shërbëtori im Job do të lutet për ju. Dhe kështu për respektin që kam për të, nuk do t'ju trajtoj sipas marrëzisë suaj, sepse nuk keni folur drejt për mua, si ka bërë shërbëtori im Job. Elifazi nga Temani, Bildati nga Shuahu dhe Cofari nga Namathi shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar Zoti, dhe Zoti tregoi kujdes për Jobin. Pasi Jobi u lut për miqtë e tij, Zoti e ktheu në gjendjen e mëparshme. Kështu Zoti dha Jobit dy fishin e tërë atyre që kishte zotëruar. Tër vëllezërit e tij, tër motrat e tij dhe tër të njohurit e tij të mëparshëm erdhën ta takonin. Hëngrën bashkë me të në shtëpinë e tij, i dhanë zemër dhe e ngushëlluan për të gjitha fatkeqësitë që Zoti kishte dërguar mbi të. Pastaj secili prej tyre i dha një monedhë argjendi dhe një unaz ari. Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit me tepër se vitet e para, sepse ai pati 14.000 dele, 6.000 deve, 1.000 pendë dhe 1.000 gomer. Pati gjithashtu 7 bi dhe 3 bija. E quajti të parën Jemimah, të dytën Ketsiah dhe të tretën Keren Hapuk. Në tërë vendi nuk kishte gra aq të bukura sa bijat e Jobit, dhe i jati u la atyre një trashëgimi midis vëllezërve të tyre. Pas kësaj, Jobi jetoi 140 vjet dhe i pa bijtë e tij dhe bijtë e bijve të tij për 4 breza. Pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë. 2 Korintasve, kapitulli 12. Sigurisht, nuk kam dobi nga të mburrit. Prandaj do t'ja filloj me vegimet dhe zbulesat e Zotit. Di një njeri në Krishtin, para 14 vjetësh, ase në trup se di, ase jashtë trupit se di, Perëndia e di, se ky njeri u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, ase në trup, ase jashtë trupit se di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajs dhe dëgjoj fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuhen nga njeri.
Pa atë njeri unë do të mburrem, por nuk do të mburrem për veten time, veç se me dobësitë e mia. Sepse në desha të mburresha, nuk do të isha i marrë, sepse do të flisja të vërtetën. Por nuk e bëj këtë se mos ndonjëherë më çmon më tepër nga ç'më njeh, a më tepër nga ç'do dëgjon nga unë. Dhe që të mos mbahem me të madh për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një ëngjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Për këtë ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë. Por ai më tha: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Prandaj me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në thyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. U bëra i marr duke u mburrur. Ju më shtrënguat, sepse ju duhet të më rekomandonit, sepse nuk qesha s'pak më poshtë se këta apostujt më të lartë, edhe pse unë nuk jam asgjë. Shenjat e apostullit u kryen ndër ju me durim të madh, me shenja e mrekulli dhe vepra të fuqishme. Vallë, sepse në çfarë mbetet prapa pra, nga kishat e tjera, vetë se në ato që unë vetë nuk u bëra barë për ju, falmani këtë padrejtësi. Ja, kjo është e 3-ta herë që jam gati të vi te ju dhe nuk dua t'ju bëhem barë, sepse s'kërkoj gjën tuaj për ju, sepse bit nuk e kanë për detyrë të mbledhin për prindrit, por prindrit për bit. Por unë do të shpenzoj me gëzim dhe do të shpenzohem krejt për shpirtrat tuaj, megjithse ju dua më tepër, duhem më pak. Ashtu qoftë. Unë nuk u bëra barë për ju, megjithatë, duke qenë dinak, ju zura me dredhi. Mos përfitova vallë ndonjë gjë nga ju me anë të ndonjërit që dërgova te ju? Ju luta Titit dhe me të dërgova vëllan. Mos përfitoj gjë Titi nga ju? A nuk ecë me të njëjtën frymë, në të njëjtat gjurmë? A mendoni përsëri se ne kërkojmë të justifikohemi para jush? Ne flasim përpara Perëndis në Krishtin dhe të gjitha këto të dashur janë për ndërtimin tuaj. Sepse kemi frikë se mos kur të vi, nuk ju gjej si kundër kam dashur dhe se mos ju më gjeni si kundër nuk keni dashur, se mos ka grindje, xhelozi, zemërime, rivalitet, përgojime, përshpëritje, fryrje ose trazira midis jush, se mos kur të vi sërish Perëndia im të më përul në mes tuaj dhe unë do të vajtoj për shumë nga ata që kanë mëkatuar më parë dhe nuk u penduan për papastërtinë, kurvërinë dhe shthurjen që praktikuan.